po me gjitha ta e nalqoj dhomën e vetë, edhe zbritit të kafsht, ku i kishke dvetet atyne. Faleminderoj atë familjen që në kanë marrë neve. Ata nuk kanë pas kushte zero për jetesë, po me gjitha ta, ata në kanë marrë në familjet vetë atyne. Na kur kemi dalë në Shqipni, kemi shkuën në Kuks. Ishin do ledina atyne dhe disa na prishin njerëz aty, pa prit mas njani hypin traktor atyne, mas meje, edhe komuniku me ta, a ishte Arifa Gjami, na qojtë a ishte me një fshatën Shtiqen, edhe na murri na qojtë shtëpia vetë. Kur na qojtë deri te shtëpia vetë atjene, na hinëm aty, po na nuk po iqim nësa në palicet që aty, kur hynëm e pam që nuk ka as shtroj, as mloj, e njëjta ishte beton, vene aty, po me gjitha ta na kishim diçka tonët që kishim marrë atyne, po me gjitha ta e nalqoj dhomën e vetë, edhe zbritit të kafsht, ku i kishke dvetet atyne, edhe na ura atuëm që të qa, po kur shkum na ishim të lodhën traskapitëm 3-4 ditë në përmale që i bonëm, në këtan në Kosovë, edhe na priti, na pruni do bukë, na ishim edhe tonë, s'kishim hangër bukë, sa ko, as të mija as une, po me gjitha ta e atë bukë shka kishke dveten që ta do bukë të zezë, me shaka pas që ta që pak aeron e gjizë, që ta në qiti, për neve në do kësi shiqerë mangër. Faleminderoj atë familjen që në kanë marrë neve, ata nuk kanë pas kushte zero për jetesë, po me gjitha ta, ata në kanë marrë në familjet vetë atyne. Kemi jetu zbashku 11 ditë që ty me ta.